ndër yllet, çka ndodhi? Unë mendoj që gjitha shumicën e fitoreve që i ka pas Prishtina ka qenë me fat. Na kujtohet Peja, na kujtohet edhe Bora, më pastaj më duket që ka qenë edhe Yllin, Bashkimin Prizren, kështu që fati ka përcjell ekipin e Prishtinës, jo që ka pas ndonjë formë ose ndonjë ndryshim të madh në ekipin e vet. Ndryshimi më i madh ka qenë shkuarja e ardhe e lojtarëve, të cilët ata para kanë qenë gjithmonë më të mirë se sa këta që kanë ardhur. Probleme ka dhe Prishtina sa i përket fillimit të kampionatit, ata janë orientuar, dhe kështu ka qenë qëllimi i tyre, janë orientuar në lojtarë të ri që të fitojnë lojtarë të ri në eksperiencë që në të ardhmë të jenë bartës të lojës. Mirë po ndodhë që në gjatë kampionatit ambicet shtohen dhe Prishtina është gjithmonë ajo që duhet të luftoj për titull, gjithmonë duhet të luftoj për kupë, nga se Prishtina e tillë duhet të jetë gjatë gjithë kampionatit. Mirë po ka probleme. Ka probleme në udhëheqjen e skuadrës. Unë mendoj që kryesorja është trajneri Birle, i cili vërtet nuk ka idenë se çfarë bën në momentet e caktuara. Ne gjithmonë reagojmë në ato zavendësime. Marrim për shembull Fisnik Rugova fillon në 500 e parë. Kontributi i tij është shumë i vogël, e zavendëson, më pastaj nuk e fut më në lojë. Fut në lojë në vend të Zakore, fut në lojë Sheqirin, pastaj Shoshaj, dy fundorët apo playmakerët janë out, sa i përket me, Clark nuk di se çfarë bën me atë top, mirë po taktikisht ekipi i Prishtinës është out. Mund të them, duke parë gjithë atë që po ndodh në këto ndeshjet e fundit, nuk di përse qëndron ai trajner aty. Unë mund të them ndoshta kontrata është e tillë që mund të vazhdojë dhe nuk ka llogari Prishtina për ta zavendësuar. Po një ide imja kështu gjatë bisedës me shokët e mi, unë mendoj që mundet ta zavendësoj atë Albert Sulejmani, ndërkaq Birle të jetë në bankë si trajner i dytë, ndërkaq vazhdon ajo të ardhurat të tij të rrjedhin. Më falni, por mendoj që nuk di, ai sikur dëshirohet të punoj kundër skuadrës së tij. Pamë edhe ndeshjen e mbrëmshme çfarë ndodhi. Taktikisht, ekipi i Prishtinës është skuadër e cila vërtet orientohet në vetëm një gjujtë apo dy, apo një lojë momentale e ekipit të qendrës apo të lojtarëve fundor. I pam ato dy përforcimet e cilët nuk e qëllonin as rrethin, që është për mua e çuditshme, nga se mund ta huqësh gjujtën, mirë po jo edhe të godish tabelën. E kështu me radhë topi mbante shumë nga këta lojtarë, pastaj lojë statike lojtarëve të tjerë, vetbesimi i ulti shumë i tyre, sidomos i Janjevës, por edhe në anën tjetër i Shoshajt, disi gjuajnë në kosh, megjithatë me dro që nëse huqin ato do të zavendëson. Kështu që probleme do të ketë Prishtina deri në përfundim të kampionatit. Unë mendoj që do të jetë ndër skuadrat jo 1-2, mirë po do të jetë 3 ose 4, më shumë 3, do të luftoj për të gjendur në garët e play-offit, që do të jetë shumë e vështirë, duke pas parasysh skuadrin e lojtarëve momental. Nuk ka Lek Ndrej është lojtar që her pas here luan. Nuk është lojtar play që her pas here merr këtë rol. Ka probleme në ekip